Të dy në Itali, të dy drejt për së drejti në rrjetet sociale, në të njëjtën orë, por jo me të njëjtën audiencë. Shifrat që shihni në ekran tregojnë një diferencë të thellë në audiencën online mes kryesocialistit Rama dhe kryedemokratit Berisha, të cilët zhvilluan takime me shqiptarët italisë për të kërkuar votën në 11 maj. Ndërsa jemi vetëm në ditët e para të fushatës zyrtare, Berisha rezulton i dobët në shifrat e audiencës online, ku videoja live në Facebook nga takimi i tij me shqiptarët e Breshjas ka 111.000 shikime. Ndryshe nga këto shifra, takimi i Ramos me shqiptarët e Milanos është parë nga 323.000 vetë. Gjatë kalimit të tij, krahas sallës së mbushur plot me shqiptarë të Milanos, Rama po ndiqej drejt për drejt në Facebook nga të paktën 8.500 qytetarë, 11.8 herë më shumë se Berisha, i cili gjatë fjalës së tij para shqiptarëve të Breshjas po ndiqej nga 715 qytetarë në të njëjtin aplikacion. Avantazhi i Ramos ndaj Berishës edhe në rrjetet sociale po vazhdon që nga fillimi i fushatës, por në raport me vetveten kryedemokrati po shënon rënje të performancës. Ky është një krahasim, le të themi, sigurisht mund të jetë deri ku i përcipt, midis ndjekshmërisë që kanë patur dy evente që u mbajtën pothuajse në të njëjtin vend, Brescia dhe Milano, 1 orë larg njëri tjetrit, as 100 kilometra larg njëri tjetrit, midis Ramës dhe Berishës. Të dy i pam në pamje, edhe zoti Rama, por edhe zoti Berisha, kishin pjesëmarrje të konsiderueshme fizike. Ama ndjekja online ishte tjetër Nura. Pra, le të themi teorikisht opozita është ajo që duhet ketë më shumë. Sigurisht zoti Berisha është çik më konservator, shfutur më vonë lojën e rrjeteve sociale etj. Nuk bëhet fjalë për një sondazh profesional këtë. Jo, fare. Bëhet fjalë për të lexuar tendencat e ndjekësve të secilës nga palëve. Edhe në rrjetet sociale, sigurisht kjo është tregues. Nuk është tregues absolut, por është tregues i mbështetjes që ka Rama në raport me Berishën. Edhe organizimi do thoja unë. Jo, organizimi është pjesëmarrja aty, ajo ka të bëjë me organizime, megjithëse mund të kenë ka instrumente Partia Socialiste. Edhe Berisha nuk është se kishte pak njerëz, po pra atë po them që nëse do të bësh analizën e saktë të përballjes me njerëzit, duhet bërë një studim, mund të çosh njëri atje, ti shohësh prezencën, ndjerësh numra dhe sigurisht bësh edhe disa vox pope për të kuptuar janë të ardhur për arsye X apo janë mbështetës të drejt për drejt. Ajo do të ishte një, po themi, analizë profesionale për të parë, për të bërë ballafaqimin e parë. Palët nuk e lejojnë, ndërsa as parë nga sëtar me vete, ashtë në akses. Është më e mira e mundshme. Nuk është më e mira, po më e mundshme. Po i luftojnë, po i përballim me armët e tyre. Këto mundësin a lënë, këto mundësin e po i krahasojnë. Pastaj nuk përbën lajmë, se në gjithë tendencën e ndjekjeve në online, Rama ka qenë gjithmonë, mjafton të shofësh faqen e tij në Facebook apo në TikTok, unë se kam më tash se TikTok është mbyllur apo jo. Megjithëse mua m'hapet në zyrë. Zyrtarisht është mbyllur. Jo, me Wi-Fi thanë që se kanë mbyllur akoma, kështu që ta shikojmë. Me Wi-Fi domosdoshmë se kanë mbyllur akoma. Në këtë plan unë nuk besoj që edhe vetë Berisha dyshon për mbështetjen që ka më të madhe Rama. Nga pikpamja e high-tech-ut dhe nga pikpamja e moshës e atyre që ndjekin. Se ke celulari, sigurisht janë brezat e ri. Nuk besoj që janë pensionistët që dihet që shumica janë mbështetës të Ramës, edhe ata nuk shkojnë në pika atë. Por betejë me Italinë dhe me Greqinë është betejë më e fortë për dyja palët. Dhe jo rastisht të dy janë përqendruar në këto dy vende. Bëhet fjalë për zyrtarisht 550.000 shtetas shqiptar që jetojnë zyrtarisht në Itali. 550.000 e sa. Dhe do ta themi që është themi 60% e 245.000 të regjistruarve nga diaspora janë nga Italia. Janë nga Italia dhe kuptohet që shqiptarët janë në veri që jetojnë, sa ku jetohet më mirë, kuptohet, nuk ka shumë shqiptarë që jetojnë në Napoli. Kështu që duhet parë tash kjo është gara virtuale, po bëjnë garë virtuale, siç po e bëjnë po themi debatin në telefon e prishur që nga përdorë të term, se brezi jonë mban më telefon e prishur, bosha të nuk e mbajnë, po bëj me një kuti shkrepës, me një fjes pango, shtu është, një metaforë e politikës, e përballjes politike është telefoni i prish për disë dy palëve. E bëjnë debatin në distancë me korespondent dhe nuk ballafaqohen. Sigurisht ai votues. Kjo na mbetet arma e vetme që ai ona është të ballafaqohet me këto shifra. Që gjithë ditën në dyqan, duke punuar, duke shitur për ndjer bukë në gojës, nuk merr vesh asgjë, mund të zgjedhë të votojë për gjëra të parëndësishme fare. Skënder, sa i përket themi
thyres madhe që janë midis të dyve në rrjetet sociale. Mendoj që kjo mund pasqyrohet edhe poshtë, pasi po flasim kryesisht për votën e diasporës, e cila teorikisht me ato 245.000 vota të regjistruar duhet fshehej diçka brenda, duhet fshehej një gjë të re. Praktikisht pastaj nuk e di. Në votën e diasporës, dy partitë e mëdha dhe partitë e reja natyrisht që janë treguar mjaft agresive. Disa prej tyre. Po, janë një terren të panjohur. Domethënë, kemi dëgjuar si gazetar shumë interpretime, shumë variante. Unë prirem të besoj variantin që thotë se edhe kësaj radhe për shkak të numrit, por edhe të ndarjes nëpër 12 qarqe, por edhe të ndarjes mes shteteve, vota e diasporës do ketë influencë, por jo atë influencë që mund të pritet të ketë, sepse do të jetë një ndarje, është Shqipëria virtuale që jeton jashtë territorit të Shqipërisë gjeografike, që janë diaspora, pra, ndahen dhe ata politikisht me sa duket në mënyrë jo shumë të ndryshme nga ata që jetojnë këtu. Pra ka ata që merren me, po them ekspert sondazhes, thonë që nuk është se do të kemi surpriza, sepse edhe vota është e tillë që vërtet është 245.000 po është 12 qarqe. Shtetet caktuara, Greqia dhe Italia konkurrojnë, natyrisht Italia ka shumë më tepër se Greqia, po Greqia duke pas kontakt toksor me shtetin am, po themi, preferon edhe të kthehet me mjete, me makina etj, me autobus, por nuk besoj se do të ketë vota e diasporës një impakt thelbësor në zgjedhje. Mund të ketë më shumë një shpresë për partitë e reja, sepse ndoshta ideja e rinovimit politik ka kaluar më tepër tek shqiptari që jeton në një ambient demokratik dhe të liberal dhe ku funksionon gjithçka, dhe ndoshta edhe ai aspiron që edhe në dheun e tij kjo të ndodh, dhe mjeti që atij po i del gjatë rrugës tani mund të jetë një parti e re, një fytyrë e re, një emër i ri, siç janë dhe këta djemt që po lëvizin dhe po tentojnë vota. Por në anën tjetër Sokol unë vëre diçka që të vinte tek ajo përballja dhe në rrjetin social. Përballja në rrjetin social, kështu siç paraqitet, për mua i afrohet projeksionit të atyre sondazheve që ne kemi parë deri tani. Do të thotë, unë deri më sot, më korrigjoni, nuk kam parë një sondazh ku raportet e forcës të jenë përmbysura mes PD-s dhe PS-s nga ato që ne shohim tani. Pra, me PS-n më lart dhe me PD-n më poshtë. Unë nuk di një sondazh që e nxjerr PD-n fituese, që e nxjerr Berishën kandidat për kryeministër Edi Ramën. Problemi është që unë ta thash, unë jam skeptik ndaj sondazheve. Nuk është i fitojë zgjedhje. Ndaj një sondazhi Sokol jam dhe unë shumë skeptik. Por ajo që thoni ju me drejtë, ndaj 10 sondazheve pastaj fillon e bëhet tendencë. Ajo që thoni ju me drejtë, kur ti shikon që diferenca është me 2 shifra, fiks, diferenca shumë e madhe. Kur shikon apo një diferencë me 2 shifra, është tregon tendencë. Çdo sondazh ka ta afishuar poshtë marzhin e gabimit. Se ne dim sondazhet 3-4% ka 3-4% sa që është klasikja, domethënë. Kur ti e ke me 10 pikë diferencë. Distanca është shumë përtej marzhit gabimit. Prandaj tendenca është e njëjtë tek gjitha. Ku më shumë, ku më pak. Paktën me sa di unë, paktën para fillimit të fushatës që flisja edhe me temi burime pranë Partisë Demokratike, sidomos ato që merren me sondazhe pak a shumë edhe ata e pranojnë që ka një diferencë. Ndoshta pas ngjarjes me Erionin, gjërat ndryshon pak në javën e para, por duket që prap situata themi është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Ka dhe një element Sokol që të 3 sondazhet, mos gaboj, pa bërë reklamë. 3 se kam përshtypjen që janë më shumë. Janë të gjitha të huaja praktikisht. Institutet e sondazheve nuk janë shqiptare. Pra, jo se të huajt nuk blihen. Se me shqiptar punojnë ata, patjetër. Me shqiptar punojnë. E kuptoj, po ka të bëjë metodologjia, ka të bëjë natyrisht që. Metodologjia aty është e gjitha. Kam përshtypjen që nuk ka ndonjë ndryshim të madh metodologji. Vetëm është e ke me telefona apo e ke fizike. Apo e ke intervista drejt për drejtë. Face to face, po kam përshtypjen që gjithë panojnë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë panojnë tek telefonatat. Pasi një është më e thjeshtë të identifikosh ato që me cilin ti komunikon, dhe e dyta ka kosto më të ulët. Se sa dalësh në terren, është më shpejt sa merr intervistat e tjera. Po, Martin. Sondazhi më i mirë në fakt është realiteti në të cilin jetojmë dhe pa patur asnjë lloj sondazhi, pa filluar asnjë lloj sondazhi, këtu kemi qenë nëpër studio, këtu kanë qenë edhe ish apo zyrtar edhe të vetë Partisë Demokratike që
edhe pse nuk e kanë thënë në këtë studio, na kanë thënë sa po kemi lënë studion, këtë lloj sondazhi që ekziston sot realisht. Dhe pa besuar fare këto sondazhet, edhe sikur t'i marrim të vërteta dhe atë margjin e gabimit ta shumëzojmë me 2 dhe t'ja shtojmë të gjitha Partisë Demokratike, prap rezultati është fitues është Edi Rama. Dhe jo lasivita apo latifi sipas Ramës të vi në Tiranë e në fushatën e Partisë Demokratike, po edhe vetë Trump po të vi të bëj fushat në votat e shqiptarëve. Ky Trumpi mas tarifave sigur që sfiton Ermetin. Po, kështu që para tarifave edhe vetë Trumpi të vi nuk i fiton zgjedhjet. Kështu që të jemi të sinqert edhe me veten, edhe të mos flasim vetëm publikut me ato termat e pamshmërisë e tjerë. Zgjedhjet me datën 11 maj i fiton Partia Socialiste dhe Edi Rama. Opozita, sigurisht, me datën 12, do bëj atë që ka bërë gjatë tyre 35 viteve. Do thot, i vodhen votat, tu është bërë një rrugë, tu është blerë vota, gjitha ato që janë thënë është një kaset ta ndjekin fakt zotin Berisha sot, i cili foli dhe reagoi pas ngjarjes Lushnë, sot është arrestuar një 38 vjeçar, gati kishte emrin tënd, pa e kishte Marin Leka, jo Martin Leka. Po të mungonte, një të. Ishte një 2-3 vite më i ri se ty, ishte 38 vjeç. E kishte inskenuar patjetër, do thotë se kam dëgjuar Edi Rama. Dhe jo, ajo që më bëri përshtypje nga ajo që tha zoti Berisha, është ndryshe nga Bardhi, nuk e mohoi që djali ishte i Partisë Demokratike, por tha është futur aty si spion, ose më saktë tha këtu ka tradhti burra. Ta ndjekim. Sali Berisha nuk dorëzohet. Rama mund të hapë edhe të gjithë kapitujt, por për të antarësimin në Bashkimin Evropian është i pamundur. Ky vendim është, ky timing është i 4 muajve më parë. Ka bërë që qeveria e gjermane të dalë me një deklarat, nuk mund të ketë zgjerim tjetër pa reformimin e Bashkimit Evropian. Të garantoj që ai mur është i pakalueshëm. Berisha ngriti tonet kur u informua për arrestimin për shitblerje votash në Lushnjë në favor të Partisë Demokratike, por ndryshe nga Gaz Bardhi, ai hodhi akuza për tradhtar brenda të vetëve. Pra, ai që e ka bërë, unë do ta përjashtoj nga Partia Demokratike si njëri të rekrutuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu. Berisha, i cili ka vendosur në Elbasan në listë zonjën Çapja, kërcënoi rivalin e tyre Suel Çelën të mos mbështesë një tjetër zonjë të Partisë Socialiste. Se Suel Çela ditën natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një Mile, Sara Mile, dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndëshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë në të mënyrë. Për të bërë këtë, Berisha fillimisht duhet të vinë në pushtet, por nëse vjen, premton të bëj edhe gjëra tjera. Një orë pasi Altin Dumani kërkoi një mandat të dytë për prokurorët e SPAK, ai premtoi se kushtetuta do të ndryshojë vetëm për Gjin Gjonin. Në çdo takim kërkon ma ndryshoni kushtetutën për karrigën time. Jo, mos zotin, nuk ndryshoj kushtetutën për karrigën time. Për t'ia dhënë këtë atë, jo, ta harroj. Ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam apo jo. Ke qenë prokuror s'kap, do shkosh prokuror prap diku tjetër, s'ka, nëse ke punuar, nëse ke punuar do përgjigjesh. Ja ku i ke kolegët e tu që kanë dhënë dënime me jetë. Jo një po disa. Dhe i morën nxort një nga sistemi. I nxor nga sistemi sepse dënuan kryebanditët e qeverisë edhe Partisë Socialiste. Berisha e di se shumica e shqiptarëve nuk e mbështesin planin e tij për ta zhbërë drejtësinë. Ai vetë lë të kuptohet se drejtësinë nuk e duan vetëm ata që kanë probleme me të, por këto ditë për të, atij intereson vetëm çfarë mendon sherifi i shtrenjtë i Amerikës.
Së pari ju garantoj se strategu i fushatës është i kundërshtar i vendosur i palkundur i politizimit të drejtësisë apo siç e quajnë amerikanë weaponizimit të saj. Sali Berisha sot i cili një moment harroi dhe datën e zgjedhjeve, po nuk harroi të flisë për Leçevitën. Skënder, për çiftin Berisha Leçevita, fushata? Fjalë Arta e ka patur deri tani. Një çift që realisht është një çift shumë i ngjizur në mënyrë artificiale. Po gjejmë një Amerikan që t'japim idenë se jemi të lidhur me Trumpin, ndërkohë që unë vetë nuk hyj dot në territorin e Shtetit Bashkuar se jam non grata. Domethënë kjo është një akrobaci nga ato që vetëm një politikan në këtë hall të madh me Amerikën mund ta bëj. Berisha ka kujtuar se ka bler edhe një raport miqësor dhe të ndryshëm nga ai që ka në letër me administratën e re. Fakti është që jemi më pak se një muaj nga zgjedhjet shqiptare dhe nëse Berisha do të kishte vërtet këta lobist, këtë mbështetje dhe këtë depërtim që thotë se e ka, e pretendon, edhe në administratën amerikane, raporti i fundit të Departamentit të Shtetit mund të ishte fare mirë i botuar Zezan Bardh, pa e cituar rastin e tij fjalë për fjalë si një zyrtar i dënuar për korrupsion domethënës. Pra, Sali Berisha me Amerikën përpiqet të luajë një teatr, është përpjekur ta luajë që në kohën e foltores duke parashikuar ardhen e Trumpit, duke premtuar se do ta kalojë, do ta sjellë PD-n më pranë Zotit, më pranë familjes, kundër gjithë familjes Soros etj. Pra, premtime të tilla që ishin të marra klishe dhe të kopjuara me laps kopjativ kur i thon nga unë e shoh çik ndryshe. Nga programi i Thonuar Lacivita, ja ta mbaroj, të lutem. Lacivita për mua nuk ka rol mbi fushatën e Partisë Demokratike nëse nuk ka një aksion të dukshëm sa do të vogël, një vizitë e Berishës, një deklarat pro Berishës, një hap drejt heqjes së statusit non grata, sepse Berishës kjo i duhet deri në 11 maj. Në qoftë se Lacivita nuk ja ofron një nga këto aspekte, atëherë rekrutimi i tij është thjesht tym dhe teatr. Është teatr. Unë e shoh se edhe 40 minutat nuk janë shumë. Po, nuk janë shumë, duhet ta mbyllim pas. Duhet ka dy gjasa që nuk mund të injorojmë, ne që jemi të vjetrën në gazetari. Ardhja e administratës Trump ka influencuar padyshim në një mbështetje të Berishës, në plan si, jo drejt për drejt, por ka marrë një frymë elektorale më të pranueshme, vetë Berisha. Me lek, me pagesë. Jo, unë po e shoh ke njerëz. Institucionalisht jo. Unë po, çfarë mund të ju referuat një deklarat, unë nuk besoj se një lloj, nuk ka asnjë lëvizje. Vetëm shqetësimi im, edhe për shkak të informacionit të vogël që kemi në Tiranë, është se fryma ai bën një paralelizëm Trump-Berisha, që ka një ngjashmëri, nuk mund të mohohet. Ka një ngjashmëri me procedurat ligjore të një sistemi caktuar. Jo, mos harroni që me ardhin e Trumpit. Cila ngjashmëri, më fal? Ngjashmëria e proceseve penale. Ngjashmëria e procesit. Ndaj Berishës dhe ndaj Trumpit. Po, të dyve. Qasja e Berishës me sistemin e drejtësisë, qasja e Trumpit me sistemin, nuk mund të injorosh këto. Në elektorat shkojnë. Në elektorat. Po, çfarë mund të zgjodhë? Problemi është pjesët e elektoratit. Në një pikë gabim të influencën e elektoratit, po ta them unë. Çfarë pjesët e elektoratit? Sepse jo, një sekondë, nuk ka lidhje me atë se elektorati gjithë kanë të drejtën e një vote, një votë është barabartë. Si e jona, si e dikujt. Ata që e besojnë. Ajo që them unë është tjetër, sepse po të shikosh çfarë ndodhi me zotin Trump. Zoti Trump pasi u sulmua 4 vite etj, që ta Skënderi me drejta e mbandemi tinj çdo javë, gjithtonim çfarë po bën. Po Trumpi nuk pati një sondazh që nuk e jepte Trumpin minimalisht barabart, maksimalisht 4 vjet ka qenë rrot në rrot me presidentin e Shtetit Bashkuar. Po që ishte injoruar nga partia e vet. Berisha me Ramën janë shumë larg, nuk ka, po. Çfarë mund ta sillte? Ky është problemi, nuk ngjan. Berishën me Ramën. Nuk është sfidues. Vetëm në rast se do të kishim një lajm nga administrata Trump për një çështje të caktuar që ka të bëjë me çështje që mund të ishte me Gonigali. Ne kemi analizuar mundësinë. Fiks edhe kjo. Jo gjë, e shtuan dhe një listë. Ajo që thet. Po duket gjë. Nëse kjo mund të ndodh, patjetër. Po e ftuan në Amerikë. Automatikisht rezultati. Po e ftuan në Amerikë. Automatikisht lega. Ai automatikisht
ky burrin nga Amerika mund të jetë burr shumë i zoti, problemi është se ka zgjedhur partinë e gabuar dhe njeriu e gabuar për të bërë fushat dhe kohën e gabuar për këtë parti. Problemi është që ai ka bërë një zgjedhje. Martin, ka zgjedhur horarin, Martin. Ka marrë paratë e veta dhe është mbrejtur me vetën e vet. Me vetën e vet është mbrejtur, kurse martesa e Lasivitës me Partinë Demokratike është si ajo martesa që më tha në rrugës që do bëhet sonde në Big Brother, gjesti me Eglin. Kjo është. Tani, i bishë Berisha është gjesti pas shpullës, e? Pas shpullës. Martin Lega, faleminderit Artur Nur, faleminderit Skënder Mengjozi, ky është regjistori për sonde, që jemi nesër në 8 deri atëherë nga Sokol Balla, se se do ta shuas shumë, natën e mirë. Këtu, kultura e debatit është totalisht është bjerrur, sepse kush ka qenë në qeverisje nuk e ka preferuar debatin. Pavarësisht të tërë se nuk ka ballafaqime, nuk ka përballje, që ne po i quajmë debate. Ai duhet të votojë jo në mënyrë emocionale. Duhet votojë atë që i ofron një gjë më shumë në interes vetë. Po, zyrtarisht, Berisha dhe Rama është mëkat i madh që do ta mbyllin me gjas karrierën e tyre, pa një debat madh që t'i mbetet të paktën rekordeve dhe arkivave televizive të këtij vendi. Një metaforë e politikës, e përballjes politike është telefoni i prishmit, disë dy palë. E bëjnë debatin në distancë me korespondent dhe nuk ballafaqohen.